Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë një letër me ju, një letër që në fakt më ka mbritur në redaksin time, një histori që besoj do t'ju befasoj dhe do t'ju trondis të gjithve, ashtu si që më befasoj dhe më tronditi mua. Do të ndalojmë tek një histori e Liridonës. Liridona është një vajzë e re, e cila është rritur jetime, është rritur e vetme, është rritur në familjen e xhaxhait të saj. Por familja nuk i ka dalur ashtu si që Liridona, Blerona pretendonte që t'i del. Do me thënë, një familje që sot atë e ka dërguar në rrugë që as ajo realisht nuk e besonte që do t'ishte pjesë e atyre rrugëve. Përshëndetje. Përshëndetje Tiranë, unë që po të shkruaj, jam një vajzë e quajtur Blerona. Sot jam 36 vjeç dhe jeta ime mund të them me plot gojë që ka marrë krejtësisht një kuptim tjetër. Në moshën 4 vjeç, fatkeqësisht, unë humba të dy prindërit e mi. Humba babain tim, humba edhe nënën time. Që të dy me një fatalitet, me një aksident automobilistik. Unë nuk e mbaj mend atë ditë, sepse kam qenë shumë e vogël, por familjarët e mi më kanë interpretuar një histori që në të vërtet ishte një dramë e vërtet. Një histori që në të vërtet ishte një tmerr i papar që edhe unë nuk e besoja që ekzistojnë gjëra të tilla. U rita pothuajse e vetme. U rita pa dashurinë e nënës, u rita pa dashurinë e babait, por u rita gjithmonë duke biseduar me hënën, duke biseduar me yjet dhe duke ju dhënë yjeve ato se çfarë unë nuk arria do t'i them edhe nuk arria do t'i ndjej. Ishte një tmerr i vërtet të ritesh e vetme. Mbaj mend si e vogël shkoja në shkollë dhe askush nuk më thonte qofte edhe një mirëmëngjesi. Mbaj mend si e vogël ikja nëpër shitore dhe askush nuk më trajtonte si një njeri të njëjtë, por gjithmonë, do me thënë, isha pak më e veçantë, gjithmonë isha pak më ndryshe, gjithmonë isha pak më e prekur shpirtërisht. Mendova që xhaxhi im do të kujdeseshte për mua. Mendova që xhaxhi im do të bënte masovikisht për mua, ashtu siç e bën një xhaxha për mbesën e tij që e trajton dhe e quan pikërisht si vajzë. Por çuditërisht xhaxhi im u tregua krejtësisht njeri tjetër. Ai me mua u solli jashtëzakonisht keq. Silleshte aq keq sa që nuk e besoja që një xhaxha mund të ishte kaq i ashpër. Ai dhe nusja e tij më malltretonin pafund. Më mbanin si robresh. I laja, i pastroja, i thaja, kujdesesha për shtëpinë, kujdesesha për to, kujdesesha për miqtë që vinin. Do me thënë, isha thjesht një e huaj, e cila kur vinte dikush, duheshte të buzëqesh, duheshte të gënjej, edhe duheshte t'i thot zotris në fjalë që çdo gjë është e bukur, çdo gjë është e lumtur dhe çdo gjë është pozitive. Dhe unë atë gjë bëja. Shtiresha, kinë se jam shumë e gëzuar. Në moshën 19 vjeç, kur unë punoja si shitse këpucësh, njoha një djalë. Një djalë i cili përgjithmonë ma ndryshoi jetën time. Në fillim dukeshte shumë njeri i mirë, dukeshte njeri pozitiv, dukeshte njeri me energji të mirë dhe unë besova se ky djali është djali i cili do të madhuroj atë që mua më mungonte.
rinte pothuajse gjatë gjithë kohës me mua. Ajo nuk e ngopte dhe kur shkonte në shtëpi, ne flisnim me orë të tëra, sikur bota do të mbaronte nesër. Ashtu të plotë e kaluam 4 vite dhe vendosëm që të fejoheshim. Xhaxha im në fillim nuk ishte dakord sepse do t'i ikja unë, do me thënë ikte dora e ndihmës, por në fund ra dakord edhe vendosi që ne të fejohemi. U fejuam. U bë një dasëm e vogël, e madhe nga ana e bashkëshortit, por e vogël nga xhaxhi tim. Dhe prej asaj dite unë u vendosa tek buri im, që sot jetojmë në Europë. Por buri im dita ditës filloi që të shprehte disa ndjesi që unë në të vërtet nuk i kisha parë. Ishte arrogant, ishte nervoz, ishte njëri tensionuar, grindeshte me mua për gjërat më të vogla dhe unë nuk e besoja dot se si mundet një njeri të ketë kaq luhatje shpirtërore. I thoja vetes çfarë po ndodh, cili është qëllimi i burit tim. Por, në ditët në vazhdim, unë arrita të kuptoj që buri im kishte edhe një grua tjetër. Ishte i martuar, ishte me fëmijë dhe nuk e kuptoja pse xhaxhi im e kishte bërë këtë gjë. Ai filloi dita ditës duke më dërguar nëpër klabet e natës ku performohej muzikë shqip. Më tregonte se sa lek fitohet aty. Më tregonte se sa i pasur mund të bëhesh me një herë. Më tregonte se sa para mund të marrësh. Dhe në të vërtet, mua në fillim filloi të më pëlqen si punë dhe fillova që të punoj. Punova gjatë, punova me vite të tëra. Dhe më e keqja ishte që askush nuk e kuptoi pse unë hyra në atë rrugë. Unë nuk hyra me dëshirën time, unë punoj edhe sot, por më futi bashkëshorti që unë e kisha. Tani nuk mundem më të dalë sepse jam pa dokumenta. Në momentin e parë që të iki në Zvicër, nga që jetoj me viza, mua do të më denoncojnë dhe do të më burgosin, sepse unë punoj në të zezë, nga që vizën nuk e kam për punë. Buri im nuk kujdeset fare për mua. Dua të marrë mendimin tuaj, se çfarë unë të bëj këtu. Familje nuk kam, me xhaxhain tim me kontakte nuk kam më që atëherë, sepse ishte ai pari që i mbylli dhe nuk dëshiron të ketë asgjë me mua, dhe kjo në fakt është frika më e madhe që unë e kam në shpirt, se çfarë do të ndodhë në të ardhmen time dhe se si duhet unë të veproj. Në fakt kjo është letra dhe dhimbja e kësaj vajze e cila dëshiron të merr përgjigjen tuaj.